Mirëmëngjes, unë quhem Engji dhe ky do jetë sesioni ynë për yoga nidra, për një mëngjes të mbushur plot me pozitivitet. Për këtë, spari, të ftoj të marrësh një frymëmarrje të thellë, mbushi mushkërit plot me oksigjen, dhe nxirre jashtë, por kur të nxjerrësh jashtë, nxjerre me një buzëqeshje gjigande. Dhe tani, për disa momente, do praktikojmë një teknik të lashtë që jogit e përdorin për të lidhur veten me emocionin e gëzimit. Për këtë, të ftoj të krijosh një buzëqeshje në fytyrën tënde dhe ta mbash ashtu për disa momente. Të thotë që fytyra jote tani po buzëqesh. Ti po buzëqesh. Dhe mbaje këtë buzëqeshje për disa momente. Jo vetëm jogit, por edhe psikologjia në ditët e sotme, shkenca ka bërë studime dhe ka zbuluar që edhe kur mendon që nuk je e lumtun, që kur nuk je e gëzuar, kur krijon një buzëqeshje, edhe pse në dukje falso, trupi yt dhe truri yt fillojnë të krijojnë ndjenjën e gëzimit për brenda. Në anglisht është një shprehje që quhet fake it till you make it, që thotë se bëje falso derisa të mund ta bësh të vërtet atë që do të ndjesh. Prandaj me këtë buzëqeshje që po krijon tani, le të shkojmë tek hapi i radhës i sesionit ton të ditës, që është yoga nidra. Në këtë pjesë, do relaksojmë trupin dhe mendjen aq shumë, sa që do e fusim trupin dhe mendjen në një stad delta, ose alfa, që janë valet e trurit, që shfaqen kur jemi të relaksuar. Kjo është me një qëllim, në mënyrë që në fund të bëjmë disa afirmacione, sepse kur jemi të relaksuar, afirmacionet funksionojnë 100% më shpejt. Prandaj, i dashur dëgjues, të ftoj të marrësh një pozicion të rehatshëm, mund të shtrihesh, mund të qëndrosh një karrige. Mjafton të jetë një vend ku në minutet e ardhshme nuk do shqetësohesh. Të ftoj ta bësh veten sa më rehat, të mbyllësh syt. Nëse ke nevojë për një betanie, të ftoj ta marrësh. Nëse je akoma në shtrat e sapo zgjuar, aq më mirë. Sapo ti je gati, le të fillojmë. Të ftoj të sjellësh të gjithë përqendrimin tënd në qendër të zemrës. Dhe ndjej rrahjet pas rrahjeve, pas rrahjeve. Si dhe vëmendjen tek qafa,
të vëmendjen tek goja, buza sipërme, buza e poshtme, dhëmbët, gjuha, hunda, faqja e djathtë, faqja e majtë, veshi i djathtë, veshi i majtë, syri i djathtë, vetulla e djathtë, syri i majtë, vetulla e majtë, balli, skalpi i kokës, që mban flokët të ngjitur në lëkurë. E gjithë koka. E gjithë koka me flokët. E gjithë koka me qafën. Zemra. Pjesa djathtë të kraharorit. Shpatulla e djathtë. Pjesa sipërme e krahut të djathtë. Pryli i djathtë. Pjesa poshtme e krahut të djathtë. Kyçi i dorës së djathtë. Shputa e dorës së djathtë. Me të pesë gishtrinë. Në gjithë krahu i djathtë. Zemra. Pjesa e majtë e kraharorit. Shpatulla e majtë. Krahu i sipërm i majtë. Bryli i majtë. Para krahu i majtë. Kyçi i majtë. Shputa e majtë. Me të pesë gishtrinë. I gjithë krahu i majtë. Zemra. Barku. Beli. E gjithë zona e pelvis. Me të gjitha organet që përmban. Kofsha e djathtë. Gjuri i djathtë. Pulpi i djathtë. Kyçi i djathtë i këmbës.
Shputa djathtë të këmbës me të 5 gishtat. E gjithë këmba e djathtë. Kofsha majt. Gjuri majt. Pulpi i majt. Kyçi majt i këmbës. Shputa e majt e këmbës me të 5 gishtërinjt. Të gjithë këmba majt. Të dyja këmbët. I gjithë trupi. Njëkohësisht që vibron me energji, me vitalitet, me jetë, me atë shumë potencial për të krijuar mendime të bukura, për të krijuar gjëra të bukura gjatë ditës së sotme. Ndje të gjithë trupin të relaksuar dhe kështu në këtë gjendje relaksimi që je, të përsërisim disa afirmacione. Të ftoj të përsërisësh pas meje. Sot unë vendosi të kem një ditë të bukur. Përsërit pas meje. Sot unë do kujdesem që të bëj gjëra që më sjellin lumturi. Sot unë do bëj sa më pak gjëra që nuk dua t'i bëj. Dhe do bëj sa më shumë gjëra që unë dua t'i bëj. Është shumë më lehtë të kem një ditë të bukur se sa të kem një ditë të pa bukur, e themi kështu. Dhe një herë të fundit, përsërit pas meja. Unë e meritoj të jetoj një jetë pozitive. Dhe unë nuk I jap askujt dhe asgjëje fuqinë për ta hequr këtë lumturi që ndodhet brenda meje. Dhe tani të ftoj të qëndrosh në pozicionin ku je, të ngrihesh nga dal dhe të kthehesh në ditën tënde
të mbushur me pozitivitet dhe lumturi dhe gëzim. Është shpesh e lehtë ta harrojmë këtë gëzim, sidomos kur po kalojmë momentet vështira, kur përballemi me persona që na prekun ato butonat që na çojnë direkt te emocionet negative. Të gjithë njohim persona të tillë që kanë pak më shumë fuqi tek emocionet tona se sa pjesa tjetër e botës. Është një gjë normale. Jemi njerëz. Dhe prap se prap, kjo është jeta jote. Këto janë 100 paka shumë vitet e tua në këtë botë. Dhe sa bukur do ishte sikur në çdo moment të merrnim vendimin që çfarëdo që ndodh në botën aty jashtë, ose në çfarëdo humorit persona të rëndësishëm për ne janë, ose çfarëdo që mendja jonë na thotë që mund të ndodh, zakonisht negative, që ne të marrim fuqinë tonë në dorën tonë dhe të themi, jo, unë vendosi të jem e lumtur. Tani, çfarëdo që ndodh, rrotull meje. Dhe me këtë mendim, unë të uroj një mëngjes sa më të bukur dhe me bindur që sot do kesh një ditë të paharrueshme me aq shumë emocione të bukura, pozitive dhe të falenderoj që zgjolla ta nisësh mëngjesin tënd me mua. Të dërgoj shumë dashuri dhe mirëpafshim.